Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes me gjithë zemër, ju uroj që dita sot të jetë shumë e bukur për ju. Të realizoni gjëra fantastike që i keni menduar prej kohësh, por që gjithmonë lidhen me hapa të bukur, mirësie dhe dashamirësie tek të gjithë ju që jeni sinkronizuar tashti në valët tona dhe në ekranin ton. Pasioni për trashëgiminë, për vlerat, për traditën, e ka shtyr që si një blet punëtore të mbledh dhe të hulumtoj shumë çka që lidhet me historinë, me traditën, me hershmërinë e zonës, duke bërë që koleksionet e tij të përkojnë me një muze mjaft interesant edhe të vlerësuar. Duke qenë në një zonë me plot tradita, në artizanat, në kostumografi, në etnografi, në artefakte, në instrumente të ndryshëm të punës, natyrisht është frymëzuar, duke marrë prej aty lamën e parë edhe duke i mbledhur me shumë dashuri për të treguar hapat, gjurmët e shekujve, por edhe kujtimet e bukura të viteve që shkuan dhe që asnjëherë s'do t'i harrojnë. Ndodhet në fshatin Plesh, aty ku ka lindur edhe është rritur, aty ku jeton dhe jetësohet muzeu dhe koleksionet e tij të pasura, me një profesion shumë fisnik, siç është ai mësuesit, por edhe me detyra të ndryshme funksionale që ka marrë gjatë këtij rrugtimi si drejtues i shkollave kryesisht. Koleksionet e tij numrojnë mijëra element të ndryshëm dhe artefakte që mund t'i vendosësh në pavione të veçantë të këtij koleksioni të madh. Me mua sot në studio është zoti Ndoc Shaben. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Kënaqësi që u kam në studio, e vlerësoj shumë ardhjen tuaj sot. Kënaqësi është e imja. Është hera parë që jam në studiot e Radio Shkodrës. Më jep satisfaksion. Kam një zëri tuaj prej shumë vitesh dhe ju falenderoj. Kënaqem që jam pranë jush në një emision sigurisht që ka vlera. Ashtu sikur se vlerat i sillin gjithmonë të ftumit e mi. Në fakt unë shpreh një respekt të veçantë për ju, pasi duke u nisur edhe nga profesioni bazë që keni. Një mësues është i shumë fishum në jetën e tij. Një mësues gëzon respekt si misionar, i dijes, i vendit që zë në jetën e fëmijëve, të komunitetit, të kolegëve, por edhe të prindërve. Por, të them të drejtën, edhe unë e kam njohur, edhe ju kam njohur nga larg për ecurinë tuaj, por gjithmonë ka bërë përshtypje mbiemri juaj, Shaben. Dikush mund të thonë, mos është gjerman, ose austriak, ose dikush tjetër, po unë ma merr mendje se duke u nisur nga të gjithë ecuria juaj jeni shqiptar këmbkryq. Nuk e di të shpjegoj me siguri absolute, por zakonisht mbiemrat janë vendosur në një kohë caktuar nga administrata e hershme, mbi bazën e toponomastiks. Toponimia ka ndiku në emërtesat e vetë fiseve. Ndoshta kjo në këtë tip emërtimit janë marrë për bazë dhe dhëna të paraafërta të personave të këtij grupacionit njerëzish që jetojnë atë vend. Për shembull, në Bushat, në periudhën e rivendosjes këtyre mbiemrave, ka qenë i nderuari, për mu shumë i nderuar, Zef Manajka. Zef Manajka ishte njeri që kishte dhuntin, kërkonte nga historia, kërkonte nga arkeologjia, ishte njeri shumë i zgjuthonshëm. Njohës i letërsisë, njohës i gëtës, njohës kam lexuar për të dhe Zef Manajka kishte favore që kishte kriju një horitu i gjithë periudhën në zonë, në Bushat,
edhe diçka nga fiset, nga prejardhjet e tyne, nga lidhjet e tyne, dhe është mundu me mbrojt nga prejardhja. Edhe pse sistemi ka kenë don thjesht me largu nga prejardhja popullatën asaj kohe. Dhe ne kemi një tokë me këtë emërtes, flitet se jena të ardhën nga Hoti, trashëgojshim pikësparit mbi emrin Hoti, dhe mandej është trashëgu mbi emri tokës. Kurse një pjesë e farefisit kanë majtë atë mbi emrin Plesha. Edhe kjo është sugjeruar nga Zef Majnajka. Ja pra që secili ka një prejardhje dhe është shumë bukur me e ditë, sepse shpesh herë pa dash me i gjyku, brezat e ri nuk u lumtojnë shumë në rranj. S'kalon as te brezi dytë. Pak humor. Është pak humor. Unë ju prezentova si mësues, por në këtë momente ftoj Regjin në një foto e cila mund të tregoj shumë çka. Këtu jeni ju, një djalë i ri. Nostalgji për atë kohë? Është nostalgji. Të marrësh studimet e larta edhe të përgatitesh me fillu punë. Me kenë vetë zoti vetës, jo i drejtu ma nga pedagogët e ndërum që ke pas ma përpara. Mbani mend atë moment kur keni pozu këtu? Po, kjo është përgatit për dokumenta. Për dokumenta, për diplomë. Aspironit shumë, patjetër, të ishit një mësues pra nxënësve, kishi qenë vetë një nxënës si shkëlqyshëm? Kam pas fatin të kem qenë i shkëlqyshëm, që nga klasa parë edhe deri në shkollimin e lartë. Shkollimin e lartë ka pak ma probleme, sepse nuk mund dalish me gjitha dhjeta dhe pretendon, por nuk arrin. Dhe nuk arrin gjithë shka njeriu pretendon. Po ju keni thënë tillë përderisa keni marrë me mbrojt temë në diplomë. Unë du t'i jap vlera maksimale pedagogëve të mi. Po filloj nga emra me gjithmend të çuditshëm për kohën kur jetojshëm. Ti je student i Vebi Bals, ti je student i Nekilerës, ti je student i të ndërumit Kolashta. Ti je student i të gjithëve, të i përfshi dhe më të ren që ishte fatbar profesor Jub Kastrati, e me radhë. Pra ishte përballë tyne ishe një gjë tepër e vogël. Jo, unë do thosha që pikërisht duke pas parasysh që ju keni qenë studenti tyre, keni marrë shumë çka prej tyre. Dhe pikërisht personaliteti formohet në këtë rrjedhë, në këtë shtratë të bukur, por ndryshe nuk do kishi qenë një student i spikator që keni mbrojt diplomën me temë, apo ja? Po, me temë është mbrojt. Jo të gjithë. Dhe tema ka kënë çudi, sepse në momentin kur morën emërimet, më rastisi të emrosha në Kuks, e pa menuar, mund pretendojsha që edhe Puken, edhe Dukagjinin, por jo Kuksin realisht. Sinjali i pedagogëve të mi ka qenë shumë i sakt. Hulumto për kulturën e lumës. Nuk është e studiuar dhe e njohur. Edhe të orientoj, profesor Kola, të orientoj që të merresh me këtë punë edhe temën e mbrojtjes ta kesh me kulturën popullore të lumës. Ju kanë ndezur një zjarr shpirti. Për një djalë të ri, edhe një herë lutem regjia foton, ja këtu atë si thua entuziazmin e parë e keni ndezur me pikërisht me këtë mundësi që ju keni pasur me hulumtu dhe me studiu një kulturë të veçantë siç është luma. Ka diçka gazmore në udhëtimin e parë, për herë të parë në Kuks. Po. Mbasi kisha dalë me atë valizhin prej Draset
me ato pak rroba që unë mund merrsha, më do të më dalë në mjet. Aty kalyshin rruga e makinës për Kukës. Atëherë rastësi ishte që vjen një autobus, sepse aty nuk ishte shumë autobus, as kishte shumë makina në ditë, 2-3 makina shkojshin për Pukë, ishte autobusi që kishte trupin e Stradë Shkodrës. Po çfarë shansi, ha? Shans i mrekullueshëm. Gjithë atmosferën e zymë që ishte ndërtuar në botën e mbrëmshme shpirtërore, për pak sekonda, sepse unë i njihsha, unë kam qenë marrë edhe me teatr më përpara dhe këta në aktorët i njihsha. As më tepër, për shembull, Pavlin Prekën e kishim prej fshatit me origjinë, dhe duheshim shumë në ronte, vinte anëj edhe e gjithë rrugtimi jonë i asaj dite ka qenë me shumë humor të ndërtuar enkas nga artistët shkodran për mu, enkas për mu. Gjithmonë humoristët janë bamirës, në planin e afërt, por dhe të largët. Pak të largët jemi të gjithë, domethënë ata që marrin, përthithen, por që na bëhen të afërt. Por në këtë rast një humor i dedikum është shumë i afërt dhe shumë frymëzues. Kështu që ju fillut me kamerë. E fillova dhe rrugtimin me artista. Dhe më duhet që të aneksoja të futesha pak në botën e tyre, sepse unë isha pjesa asaj bote. Si ishin ato vite për ju në Kukës? Sa qëndrut atje? 9 vjet. 9 vjet. Dhe këto 9 vite ishin vite sprove në të gjitha drejtimet. Sprov, se unë kisha kriju familjen, edhe familjen e kisha këtu në vendin e Limjes. Sprov, se ishin kushtet pa memume të gjitha drejtimeve, ekonomike, shoqërore, të konceptit të marrëdhënieve me njerëzit, zonat pa njoftuna, psikologji të ndryshme, të një botë krejt e tanë, një botë që duke e pashkollume, po ishte shumë e veçantë, për arsyeën e thjesht sepse intuit e veçantë. Kishte bisedet e tyre duhet matesh të hyje një herë sparit me to. Si realizuat temën? Vetëm me vëmendje. Dhe tema ishte? Ishte mbledhja folklorit, krijimtarisë kojore popullore. Ju vlerësuat shumë mirë me vlerësimin më të madh. Maksimal. Po, maksimal. Ky vlerësim mos ishte rrjedhë një qasje të veçantë që ju kishit më herët edhe nga familja, ndaj traditave, ndaj artit, ndaj shumë çka që ka të bëjë me identitet? Traditat vazhdonin, është e vërtet. Në rajonin ku unë jetoj, edhe së dhe kësaj dite është një zonë me tradita shumë të mira, ku për secilin pjesë akt të jetës ka këngët e veta, ka meloditë e veta, ka përsijatjet e veta, ka gjithçka e organizuar me rreth e rrotull. Po themi një gjatë krejt vogël. Nëse njeri ka një shok të ngushtë dhe me to pinte gjakun e kishte, po kishte edhe simbolikën e saj që shoqëronte në ecje ardhjet të njëri tjetri. Nëse lindte një fëmijë, kishte gjitha ritualet, që është një ritual i gjatë. Nëse do të bëhej dasëm, ai do të kishte një skenar super të përpunuar, sepse ndryshonte nga një familje në tjetrën, për arsyeën e thjeshtë sepse një familje ishte kamun, një e pa kamun, një tjetër ekonomik. Pra, kishte veçantit dhe kishte një skenar që duhej realizu. Pra, e gjitha kjo përbënte një art të veçantë. 9 vitet e Kukësit patën një përfundim, natyrisht duke lënë një gjurmë në formimin tuaj, në ecurinë tuaj si mësues, por ata më pas patën fatin që të vazhdonin përreth jush në fshatra që nuk ishin larg zonës suaj, apo jo? Ato vite patën ndikim të fuqishëm tek unë. Sparet duhet ta përmeni, sepse me ngjallen në shpirt me shumë fishin dashurinë për nxënësit. Tek i shikoj ato fëmijë që vinin me
paktën 2 orë rrugë në kam, edhe të mulum mbi gjuhë me borë, të lagur, pra edhe ti rreshtoj atë në banka edhe të mos kishe edhe zjarr me zjarrin, e ti shifshe të jo drill ose të nxim fytyrë, dhe vonë të krijeshin situata të tmerrshme. Ato situata të zbusit. Natyrisht ajo dashuri për shkollën dhe mësuesin është motivimi më i bukur që ata kanë marrë e kanë sfidu pikërisht këtë situatë të vështirë për të qenë aty në shkollë, pra mësuesit me mësime. Shumë gjë e bukur, madje asnjëherë nuk duhen harruar sepse sot janë kushte krejt të tjera ku mësuesi është komod në shkolla, ku mësuesi bën pjesë në një staf shumë të specializuar, ndërsa në ato kohë mësuesi ka qenë edhe për shumë lëndë, ka herë me klasa kolektive, etj. Por që ka punu shumë dhe me shumë dashuri ka mbet në kujtesë. Është vërtet. Nuk ishte fenomeni i të kenunit në punë, ati është punu. Edhe në zonat më thella malore, edhe me shok dhe kolegët e mi, do më janë kanë të përkushtu maksimalisht rreth planit të profesionit të ne. Dhe e kanë nije me shpirt, e kanë ba me shpirt, pavarësisht vujtjeve të ndryshme që ata kanë pas. Respekt për këtë brez kryesisht, por për të gjithë mësuesit dhe fisnikrin e profesionit të tyre. Unë e di që ju keni kalu në shkolla të ndryshme, përreth zonës suaj, në Ranza, Po, fillimisht kam ardhur, jam me vendosur në Stajk. Në Stajka, në Ranza. Mandej në Bushat, mandej në Ranza, mandej në Barbullush. Mandej kam pas vite që kam punu edhe pranë pushtetit vendor në detyrat ndryshme, drejtor arsimit, dhe vitet e fundit kam 3 vite gjysmë gati. Kam qenë sekretari Këshillit Bashkiak. Pra të gjithë janë e curit tuaja. Por keni pas një rrugë paralele me ndjesitë e traditës, me identitetin që lidhet me vlerat e kulturës në zonë. Ja, ku jeni këtu? Kjo është diku në një shtet në Izrael, Palestinë bile krejt ishte. Mendoja se mund ishi diku atëherë unë kam pas fatin kam ulltu për njohjen arkeologjike, për shumë arsye të tjera që më shtyshin. Kam shfrytzu këto momente që unë kam punu dhe kameraman, kam punu dhe fotograf. Interesante kjo. Kam punu do kohë edhe gazetar tek Shkodrat e Venje. Kështu që ju jeni një njeri që shumë dimensional, do të quaja. Këto të punumit me kamera, i kam shfrytzuar, kudo ku kam shku, kam marrë kamerën me veti edhe aparatin fotografik me veti. Kam të filmu me gjithçka, tona aktivitetet tona, sitet arkeologjike të Izraelit, për shembull, edhe pak në Siri, pak në Jordani, në Palestinë, po. Ky që nga një kapitull krejt më vete, por gjithsesi ato koleksionit që filluan të hidhin hapat e parë, ju rrëmbyen shumë, apo jo? Si lindi kjo dëshirë? Atëherë piknisja. Po, pikë sparit, unë që isha që në Kukës fillova të jem lell, pak gjoj, çuditshme në fakt, por në ngarkonin kamet e emulacionit socialist në atë kohë mi ripunu nga ana estetike. Ne i sillin fotot, ne i prisnim, mi rregullonim dhe i vendosim. Dhe ati jo se kishte ndonjë kanë emulacionet, me copa drunësh të bame, me mjete rrethanore, ashtu siç ishte. Por ishin foto që i hiqëm si të vjetrume. Por mos me i hell, ato kishim urdhën me i dorëzu, me i lanë diku atje te këshilli, te partia në atë kohë. Por ato nuk i merr të kush, në fakt se si duheshin kurkujt, askujt. Nuk ishin të interesuar. Unë pa ta fillu me mleo nga këto foto të hequr në kanët e emulacionit dhe ti leni në një vend.
ato tash e kanë bazën a fillin e fillimit të koleksionit të fotove. Pra keni fillu me koleksionin e fotove? Po, fillimisht. Dhe mandej kam filluar kur kam ardhur në Shkodër, në zonën teme, me rujt, të i tentu me rujt të njerëzit e mi ato pjesë të veshjeve tradicionale të kulturës popullore, sepse ato fillon të ju zhduk, nuk ishte kush ma interes për to, as edhe vetë shteti asaj kohe, dhe as kush, bile ishte urdhri udhëzimi që të mos je vishte kush ato kostumit kombëtare në atë periudhë kohe, edhe i kam porosit dhe ato çka unë kam mujt me i afru, se edhe motra dhe vllai nuk të falte gjë në atë kohë. Jo vetëm që nuk të falte, por ama i kam thënë luje se do t'i vini një ditë që unë do t'i grumulloj. Aty ka filluar më me veshjet pikës parit. Kemi një montazh fotosh dhe videosh që ato për shembull janë ato foto që unë përmenda. Ja elementet këto janë veshjet tradicionale jelekt dhe anterit e zonës tonë dhe për te zonës tonë. Janë të punu me gjitha me fije telit të janë autentike, janë originale gjitha. Me tërtil, me fije të arta. Nga ato që bojë edhe filigrama, po tel më i holl, ato emej që ndishe... Si keni ti siguroni, sepse natyrisht jo vetëm që kushtojnë, por që është një sfidë veçantë. Një nga ato është një motrës teme i ndrit shpirti, sepse nuk jeton maka vdekere, edhe ajo i ka pas terribil, mënyrë të përkryme ato veshjen kombëtare. Dhe i kam të rujta, i kam edhe dhurat të familjes saj, të fëmijëve të saj, që i kam kështu për zemër shumë, që lidhin dy gjona, edhe fillimin e një aktiviteti temin, por edhe më kujtojnë gjithkohën. Kujtimin e motrës është shtrenjtë. Por që kanë edhe vlerë të jashtëzakonshme, autentike, origjinale. Jo vetëm kanë edhe vlerë. Edhe një herë të lutem regjia pikërisht atë foto. Po? Dhe po, pikërisht është ai me pjesë të verdha, të kuqe, ajo pjesa sipër, ajo është gjitha me fije telit, i veshën jo me lak, po me ar. Me ar. Çfarë punimi? Edhe njëna prej atyne anterive që ata mongëve, që kanë figurat ndryshme të gjitha janë me ato fijet e telit, njëna prej tyne, ajo anë i matan është te me motre. Jashtëzakonisht e bukur, fantastike. Ma gjepsëse do të thosha, kjo tregon se zona e Zadrinës edhe e bushatit e këtej drinës, sepse një veshje është. Një veshje. Ka një traditë shumë të madhë në artizanat, apo jo? Jashtëzakonisht. Gjë që vazhdon. Jashtëzakonisht. Çuditërisht, domon këtu ka fillu qysh në hershmëri përpunimi i mnafshit. Qysh në hershmëri përpunimi i linit. Li. Është një fije që del nga do barna të gjata, unë e di, e kam pa, e kam njoftë edhe me kohë, është përpunimi i pambukut. Gjithçka e ndaj, një punë kolosale, një punë sistematike, derisa shkonte dhe ndërtohej ajo çka është më. Një punë e jashtëzakonshme. Këtu janë koleksionet tuaja, ju i keni ndarë. Është fati i keq, aty është një gjë e vështirë se nuk ka vend për të vendosur gjithë ato. Po është mahnit se janë mira element të ruajtura dhe nuk e di se sa mirë keni siguru një vend ku tashmë ato rrinë ngusht ndoshta. Apo jo? Atëherë për fat mirë, unë kam pas një ndërtesë që e kam ndërtuar vetë, sepse njëkohësisht nga puna parësore që ka kenë arsime, unë kam ballë punë të dyta në ndërtim. Kjo e diktuar nga nevojat ekonomike që kishim, por edhe nga një llondi që Zoti më kishte falë mundësinë që i palodhur. Unë ju kujtoj, ju them me shumë kënaqësi dhe ndihje mirë që
Edhe deri në 2 të natës, unë s'kam mëra me fjetë. Ose sasi e gjumit të një nate mund të jetë 3-4 orë, edhe kam fillu ditën me arsimin, unë e ditën e nesëme. Mbreslanca. Edhe kam në atë nërtestë nërtume, atëherë ju kam da pjesën e fëmijëve dhe kam lënë pjesën për muzeun, që fëmijët mos mihen kesh të kenë pjesën e vetë, kjo e muzeut mos të ketë shumë se mund tjetër suma, po tjetë vetëm për muzeun. Vjen keq që kam da pak tash, ma mirë t'ju kisha marrë fëmijëve dhe pak më tepër. Po ju jeni mirë kuptu nga familja, patjetër. Patjetër. Ju kanë ndihmu patjetër. Kanë ndihmu. Puna parë, lidhja parë është në lidhjen bashkëshortore. Respekt për bashkëshortën tuaj. Atëherë, për fat mirë, s'kam gjetë asnjëherë kështu një pak nësie të saj. Edhe pse unë humsha shumë kohë, kam humbur shumë lekë. Sa bukur ky muze. Jashtëzakonisht bukur, ta mendosh. Të gjitha ato kutitat janë me filma fotografik, me bobina filmash. Do ndalemi, po më pëlqen të ndalem tashti tek bashortja juaj, e cila ju ka ndihmu dhe ju ka qenë krah gjithmonë. Atëherë që nga momenti që kam fillu me mbledh, unë kam fillu me mbledh dhe i kam vendosur në dhomin ku flesha. Po. Më përpara. Filloi u grumbullu dhe u mbush dhoma plot e për plot. Sa nuk kishte vend të sillej, as ta pastronte, as të rregullonte kur gja. Po. Dhe nga ndonjëherë unë bëjsha kaq gjatë vogël kështu në mënyrë provokative, pat keq, po me sensi që me pasi ragon. Edhe e lesha i hillsha dhe në pavel. Po ti lene mërë burë, thote në vendin e vetë, thot. Se s'ka vend tjetër. Po të ketë vend tjetër, do të ashtu. Po ishte mbështetje pa fjalë. Respekt. Gjithçka nga rroga ime, të paktën 30 vjet e këtej, është vënë në funksion të muzeut. Të gjithë lekt, pa përjashtim, janë shpenzu të i ble artefakte, veshje e gjithçka për muzeun. Në një familje, kur e më shoh që ka një pension tash i krejt të vogël, sepse ka punu në kooperativë, File. Zonja File ju përshëndes me shumë respekt dhe me shumë kënaqësi dhe dua të jap një përshëndetje edhe respekt të veçantë për këtë mbështetje. Jo të gjithë e gjejnë, apo jo? Dhe realisht kjo ka qenë mbështetje më fuqishme e imja. S'm ka thënë qoftë edhe një herë pse i harxove të gjithë lekët. Edhe kaq është boll. Nuk kemi qenë pa lek, sepse unë punojsha edhe ju keni qenë punë të dytë, por kisha destinu rrogën. Edhe rroga nuk ishte e vogël, ishte rroga një mësuesi, ishte rroga një drejtori i shkollës, që gjithnjë kanë qenë rrogat normale. Në rroga të kënaqshme për momentin. Në të gjitha kohët. E vërtet. Tashmë ato koleksionet e para të dokumentave film me foto, të veshjeve filluan të pasonin njëra tjetrën, por ka kapituj të ndryshëm koleksionet e shumta që ju keni, apo jo, keni regjia e ftoi edhe një herë në videon që sapo transmetuat, keni rreshtuar artefakte të ndryshme, ja për shembull këtu janë gjithë elemente më ka bë përshtypje dhe dojsha nga një histori e vjetër, aty janë shumica elemente kishtare. Janë elemente ku janë meshët, jepeshin meshët, qoftë me shandan, qoftë me objektet e tjera. Në mënyrë të dhunshme u largu feja tek ne. Disa elemente të kishës së fshatit nëpërmjet babës dhe një axhës babës tem u morën nga kisha kur e shemen. Kur nuk e shemen si kish, po shemen ato materialet. Për fat mirë,
Unë kam pasë rastin me fillu qysh me ato elemente. Pra janë do gjona pikante të rujtën në të asaj kohë. Çfarë hershmërie ka pikrisht kjo dëshirë shumë e madhe për t'ju drejtuar identitetit, historisë, rrjedhës së viteve. Ka disa lloje koleksionesh tek muzeu juaj apo? Mendoj se një herështrirja edhe arkat e nuseve janë disa lloje dhe shumë. Janë disa lloje dhe shumë. Aty janë jo vetëm arkat e nuseve, po janë djepët, janë gjithçka çka ka lidhje me tani jetën familjare në rajon. Jo vetëm në zonën e Zadrimsit, Bushatit e këtej, por për fatimirë unë kam shtri diapazonin e hulumtimit, gjetjes dhe të grumullimit të materialeve. Për shembull, kam gjitha veshjet e zonës në Shkodrës, që është Zadrima, dhe me gjithë inventarin e plot të çdo elementi, që është e kompletuar me tekstualisht mos mirit. Kam inventarin e Malësisë Madhe, edhe të Malësisë Madhe, me xhubletën e këto. Kam inventarin e një fshati çuditërisht që është një fshat që ka një veshje të veçantë, që është Kallmeti. Po Kallmeti ka tradita të veçanta ai fshat. Shumë gjëra të veçanta ka pas, dhe unë jam nalë dhe e kam kërkuar me gjetë me shumë vështirësi e kam gjetë edhe veshjen e Kallmetit. Kam siguro veshjen e Lumës, sepse aty kam filluar punë. Kam shtri interesat me gjetë veshjen e Hasit, zymi i Hasit. Është mbët e përshtypje më qysh në fillimet e veta që zymi i Hasit, karakteristikat, ngjyrat e gjithçka tjetër e kësaj veshje për afronin, jo se ishin të njëjta, me veshjen e Zadrims. Edhe ajo mbani që unë të kërkoj, gjeta nëpërmjet internetit njerëz që merreshin me kulturën. Unë e nderoj një zonjë të nderuar që është pjesë e një familje me tradita shumë të shkëlqyer atje në zonë, edhe në art, edhe në kulturë, edhe ajo mi siguroi. Kundrejt vlerës, sigurisht. Ecuri shumë të veçanta. Studiuesit ndalen në koleksionet e muzeut tuaj? Ka interes sepse ju keni veshje, elemente autentik, original. Shumë studius paraqesin interes? Po, shumë studius kanë ardhur, kanë pa nga afër, janë manit në mënyrën e tyre se si ka mundësi të jenë të gjitha këto, element për element. Një ndërto është një Lulieta Dano, që është mikeshe e me mirë, që është studiuse e mirë, është me pak fjalë, nuk është e bujshme në punën e saj. Punon me imësi. Ajo vazhdon me studiu, ka kapën në dorë me punu edhe pak për veshjen e Zadrimës. Herë mos herët më kërkon në i gjatë veçantë për t'i shpjegu, sepse jo gjithçka njihet edhe qoftë edhe nga studiusi. Po përveç kësaj, siç po thoshim, ka edhe kënde të tjera të jetës, të punës, të historisë, të rrjedhave, përveç etnografisë apo jo? Është kuzhina totalisht e dhënë. Ka të gjitha elementet që ka një kuzhinë, të gjitha kuzhinat e rajonit i ka. Këtë pavion në rrallë të gjej në muze. Me 10 kilogram bakër, bronz e tjere që janë enve të ndryshme, tu i fillu të ato sinite mëdha, të psite me radhë, gjithçka tjetër. Janë gjitha profesionet që kanë elementet e tyne. I marangozit, i përpunimit të pijeve e tjere, i venës e me radhë. Elementet të kalorzve të asaj periudhe kohë, pra janë gjithë në radhë. Edhe veglat e bujqësisë. Veglat e bujqësisë janë të gjitha. Ata ishin më atletët, sepse ishin pjesë e administrimit tonë përditshëm. Të përditshëm.
besoj se është banitës, por ndërkohë që çfarë kërkon ky punëse, sepse ju sa do që ta keni lënë dhoma, salla, me gjithë këta hapësinë natyrisht do të ishte shumë me interes të keni një vendodhje natyrisht. Ajo që më bren shpirtin fort është se deri tani nuk arrita të krijoj sistemimin dhe vendosjen e tyre në vendet e veta, administrimi shkencor të muzeut, që do me thënë fillon që nga vendosja, regjistrimi, certifikata për secilin objekt, që është një punë kolosale, dhe po nuk pate vendin ku ta vendosësh, nuk ke mundësit as të bësh Po megjithatë ju i keni ndarë në Po janë, një pjesë janë të ndara, por një pjesë jo. Një pjesë janë duke i parë gjithë këtë panoramë të jashtëzakonshme, duke filluar nga veshjet, nga rritet, nga puna, nga përdorimi i enëve të jetesës për ushqime etj. Si mund ta përcaktoni këtë zonë, këtë hapësinë vendodhje ku janë përdorur pikërisht këto elemente jetësore? Nëse do të futem në metodën krahasimtare, sepse kështu është mirë të futesh në këtë metodë, unë thash fillova në Kuks, marr një familje të Kuksit, marr një grup familjesh të Kuksit, edhe e krahasoj me një grup familjesh të zonës teme, sasia e artefakteve që ndodhen historikisht në ato zona dhe në këto zona është me diferencë të madhe. Sepse këtu është një kapacitet i çuditshëm, i pa kapshëm i gjitha të në elementeve. E nisa pak të veshja Zadrims, ose të veshja e anës tjetër të Zadrims, që është zona e Brit Malit, deri në Brit Malit. Ka me qindra elemente që përbëjnë veshjen e një Zadrimorje. Ne i pam ato arkat aty, e mushën plot e për plot, pra duhet të mate e mirë një vajzë, ose një prind kur donte të fejonte të martonte një vajzë. Po njëkohësisht edhe djalin, sepse kishte një rregull të vogël të vendosur shumë bukur për mendimin tim. I kena quajt me mblesërie, me shkusie, me pare, me blerje. Unë nuk jam hiç dakord me atë, sepse ato kanë ndarë raportet. Kur martohej çifti, kanë ndarë raportet e shpenzime për me përgatit të gjithë këtë veshje. Nuk i kushtohej rëndësi asaj dite që ishte dashme me hangre, me pije, me bërë qef. Po vazhdimësisë të jetës. Po ishte vazhdimësi e jetës, sepse aty duhet kishte të gjithë element. E kjo përbën atë volumin e madh të elementeve, të veshjeve që zona e Nën Shkodrës i ka më shumë se sa gjithë zonat e tjera. Nëse do të shohim veshjen e mërësisë madhe, ka një xhublet, ka një palë çorape, ka veshjet të marrëndshme të tjera, ka edhe një bluzë nga sipër, një shami nga lart. Domthonë, inventari i tyre shkon ashtë shumë i vogël. Mos të them, vetëm gjatë ditëve të dasmes, nusja ndronte një 3-4 modele kostumesh, të gjitha të shtrenjta, të gjitha në Zadrim. Të gjithë janë përreth Shkodrës. Kjo mrekulli na ma gjeps dhe na jep shumë krenari. Ndoshta sepse ndjehemi shumë krenar, duke u mbështet pikërisht në këto vlera, apo jo? Duke ju drejtu pikërisht fakteve, duke ju drejtu punës, e cila jetësohet edhe sot në punimin e këtyre veshjeve, dhe që ju po luboni madje që të hynë në regjistrin e UNESCO-s. Apo jo? Ndjes. Të gjitha veshjet, kostumet kombëtare, të gjitha meritojnë të kenë vendin e tyre në historinë botërore të veshjeve, edhe të kulturave, sepse është një kulturë e veçantë. Krahasueshëm me shumë gjëra të tjera, me shumë veshje të tjera,
unë nga afër kam ndjek shumë koncerte të me veshjet kombëtare. Të fillu nga zona jugut e të i marru deri në Plavë Gutësie, më the tash. Atëherë nuk duhet ta mbi vlerësoj, sepse nuk kam të drejtun, edhe po mbi vlerësova nuk është gjëja më e bukur që të ndodh. Jo, po gjithsesi tregon edhe veshja me të gjitha e zotërimës, me të gjitha ato elemente që ne përmendëm, është unike. E vërtet. Nuk e ka për nga ngjyrat, për nga elementet, për nga përfaqësimi, për nga punimi. Roli që luan secila pjesë aty në veshje, elementet aty në veshjeve, dhe është domosdoshmëri të ngulmojnë kush ka në dorë që kjo veshje me njëherë të regjistrohet. Ja japem edhe një mesazh në këtë program. Ju jeni një libër me shumë kapituj, madje do thoja një epope në ecurinë tuaj, dhe kjo gjë ju jep gjithmonë atmosferën e bukur të punës suaj. Tek fëmijët tuaj keni trashëguar një interes rreth kësaj fushë? Fëmijët për fat mirë kanë interes, sepse e kanë përjetu vitet tona, janë nesh gjithë ditën. Janë ritme. Gjithë ditën me këto artefakte nëpër shtëpi. Thashëm sepse në fillim I kam pas jo të vendosur vendin. Ambienteve. Pra, ato janë nesh, ndoshta nga ndonjëherë edhe janë zemru nga mi popullimi aty në ambienteve tona. Por e ndjejnë, e din, nuk janë përzishëm, për arsyeën e thjeshtë, domthonë secilit marrin kahjen e tij. Kam besim të plot që fëmijët do t'i trashëgojnë në mënyrë të mirë. Djali I madh ka një grim klub të vogël, që administron vetë, është I tij, sepse është pjesë e pasurisë që ja kam dalë dhe është mirë, e administron bashkë me nusën e tij. Ka 2 fëmijë, 2 djem, një djalë I vajzë dhe kurse djali tjetër ka 2 djem, jashtë shtetit, kështu u bën për shumë njerëz, për koha I çoi larg në fakt. Dhe shoh edhe ato fëmijët e djalit vogël kur vin nga ndonjëherë, puna pargjysh po shkojnë te muzeu thotë. Edhe knaqen kapin të gjitha vegla, televizin, fillojnë e bëhen aktor të vegjël. Transmetimi I dashurisë dhe I ndjesisë ndaj rrënjve është ndoshta një nga detyrat më të rëndësishme që shtron koha, sepse shumë largohen, shumë lëvizin nga njëri vend tjetrin, dhe ndoshta shpesh edhe harrojnë ecuritë. Ndërpritet segmentet e hershmërisë, fisëve, të familjeve, dhe pikërisht ndoshta ky vend është një vend që e bekon këtë lidhje trashëgimore të hershmërisë, të rrajve. Si mendon se mund t'ju shërbej të rinjve pikërisht ky muze, këto koleksione? E para fillon tek një njeri që do me pa origjinën e vet, ai mund shohin për shembull një foto të gjyshit vet. Ose një diçka të trashëguar në familje që mund ta ketë ndarë në veçantërisht, dhe të tjerat nuk ka ku t'i shohin. Pra është fototeka. Fillon te fototeka dhe mandej varion të gjithë aspektet e tjera të kulturës shpirtënore, materiale dhe jo materiale që ka. Një destinacion për të vizituar gjithmonë në fshatin Plezh, atëherë kur dikush do të vinë në Shkodër dhe ndalet atje, dikush do të lëviz nga Shkodra apo diku, edhe ju jeni aty gjithmonë. Patjetër. Gja e bukur, keni marrë dhe një vlerësim kohët e fundit nga kryetari I Bashkisë Vallë të Dejës. Besoj se është një diçka e bukur që ndriçon shpirtin, apo jo? Ishte një surprizë e këndshme. Kemi disa foto, regjia. Po. Unë realisht nuk e dija. Me thot një shok I jemi, thot pretendon mendon me ardhur. Zoti Shkreli, po? Po, Kristiani. Pretendon me ardhur kryetari. I them unë, mirë ardh. Thot vjen për
2-3 arsye të vockla thotë. Po. Thoshin për çka do të ardh, mirë ardh. Është i mirë pritën të unë. Dhe ardhja kishte pas 3 motive. E para, te muzeu, me vizitu muzeun. Muzeun. E dyta, me bë një vlerësim, me dhanë një dokument, një shënim të caktuar për vlerësimin e punës. Mirënjohje. Dhe e treta, unë kam përjetu një situatë vështirë shtatësore, në fakt. Të kalume. Edhe ato, edhe për këtë kishin ardhur. Është e bukur. Edhe çuditërisht domthon bashkimi i 3 elementeve në një më bani përshtypje shumë të mira. Zoti Nocë, ne mund të rrim shumë duke folur kapitull pas kapitull, duke shikuar se çfarë gjendet pas çdo artefakti, historinë, rrjedhën, ndërtimin, ardhjen deri në një moment të caktuar, dhe kjo është histori. Kjo është një punë që ju e keni bë me dashurinë dhe pasionin më të madh. Për këtë meritoni, besoj, jo pse them unë, po të gjithë ata që ju njohin apo po na dëgjojnë në këto momente, meritoni një respekt dhe vlerësim shumë të madh. Unë përveç kësaj ju uroj një ecuri të mrekullueshme, shëndet, e jetë, dhe natyrisht të keni gjithmonë mundësinë dhe kohën e duhur, të keni pikërisht dokumentimin shkencor të gjithë këtij materiali, në mënyrë që muzeu juaj të jetë gjithmonë i hapur, i dashur, një vend ku jo vetëm mund të vizitohet, por mund të thellohet në identitetin, në trashëgiminë, në vlerat, në shumë të shka që identiteti ynë kombëtar mbart. Ju falenderoj pafund. Ju falenderoj pafund që edhe erdhët sot në këtë program dhe ju uroj shëndet dhe jetë të gjatë edhe një herë. Falënderimi është nga unë. Ju keni bërë vlerësimin maksimal në prurjen teme këtu në studentuj. E vlerësoj shumë. Është një vlerë, nuk është thjesht e lidhur me personin tëm. Ajo është vlerësim për kulturën, vlerësim për historinë, vlerësim për gjithë ato artefakte që njerëzit i kanë punuar, i kanë rujt, i kanë mbarë deri në ditët e fundit. Ju i keni vlerësuar ato. Faleminderit ju. Respekt shumë, paçi jetën e gjatë. Faleminderit. Faleminderit.